Si paraqitet gjendja Ergys, përshëndes, si paraqitet gjendja ditën e sotme ku përmbytjet ja ka lënë tashmë vendin të Borës? Po, atëherë prej pas ditës së djeshme, gjithë qarku i Dibrës është përfshirë nga rreshje dëbore, trashësia më e madhe arrin në qytetin e Peshkopis në 20 cm dhe në zonat e thella varion nga 35 deri në 40 cm. Sa i përket akseve nacionale, rruga e Arbrit, aksi Peshkopi-Tiranë, është i kalueshëm pa probleme, ka shfaqen her pas here problematike me ngricat në zonën nga Fushbullqiza deri tek pishat e Bullqizës dhe segmenti nga ura e Vachës drejt tunelit të Murizit, her pas here ka ngrica, por gjithsesi është i kalueshëm. Ndërsa sa i përket akseve të tjera, aksit që lidh Dibrën me Librazhdin, nga ura e Çerenetit drejt të Vlevës, është i kalueshëm me zinxhir, ndërsa aksi Peshkopi-Kukës ka punuar 4 mjete borpastruese dhe momentalisht është i kalueshëm me zinxhir. Këto janë akset nacionale, ndërsa sa u përket rrugëve rurale, padromat kanë hapur rrugët e brendshme të qytetit Peshkopis dhe njësitë administrative më të largëta, kanë nisur puna për hapjen e fshatrave ose qendrave të njësive administrative që lidhin fshatrat. Sa i përket furnizimit me energji elektrike, ka pasur probleme në njësinë administrative Lur, Zallreç, njësinë administrative Kalaj Dodës dhe njësinë administrative Slov. Kjo për shkak se linjat kalojnë në për zona pyjore dhe ngarkesa e degëve të pemëve, ngarkesa e Borës ka bërë që të dëmtojnë tela për qelsa, por gjithsesi po punohet për rikthimin e energjisë në këto zona. Ndërkohë, ka patur probleme Ergys ditën e djeshme, është raportuar për bllokimin me orë të tëra të rrugës së Arbrit. Si paraqitet situata sot e dy? Po, është bllokuar pas ditën e djeshme rreth orës 16:30 deri rreth orës 18. Fakti që pati një stuhi dëbore në segmentin nga ura e Vashës deri në tunelin e Murizit, bëri që mjetet me goma verore që vinin kryesisht nga Tirana të bëjnë një bllokim të rrugës, duke lënë të bllokuara edhe mjetet borpastruese dhe përpasoi ngelen të bllokuara një karvan i gjatë rreth 5 kilometrash me makina për gati 2 orë. Ndërsa më pas ndërhyrjes së mjeteve borpastruese u bë i mundur kalimi dhe rruga u hapur bllokuar. Ergys, borpastruesit që ndrojnë në gatishmëri në rrugë apo presin bllokimin dhe pas dalin teren? Në fakt, mjetët borpastruese janë në rrugë, por her pas here ato pengohen në punën e tyre edhe nga drejtuesit e mjeteve të papërgjegjshëm me goma verore apo pa zinxhir, sepse ka momente kur duhet të vendosen zinxhirat apo duhet qarkullohet me goma dimrore. Policia u bën thirrje drejtuesve të mjeteve gjithsesi që kur lëvizin drejt zonave malore të përdorin goma dimrore. E qartë. Të falenderoj Ergys. Faleminderit. Mirë, nga Dibra në këto momente ne do të shkojmë me qarkun e Kukësit, ku mbrëmjen e së shtunës në rrugën e Kombit janë rikthyer rreshtet e Borës, cilat aktualisht kanë pushuar teksa